Djalli nuk të sulmon sepse je i dobët. Të sulmon sepse ka frikë nga ajo që mund të bëhesh. Brenda teje fshihet diçka e çmuar. Një dritë që ende nuk e zgjedhur ta ndezësh. Pikërisht për këtë arsye je në shënjestër. Mos haro. Hajdutët nuk hyjnë kurrë në shtëpi bosh. Ai nuk ka arritur të të shkatërrojë. Ndaj tani po përpiqet të të lodhë, pak nga pak. Mos u dorëzo. Lindja e diellit po vjen në favorin tënd. Zemra jote e di sa shumë je lodhur. Ajo ndjen çdo përpjekje që ke bërë, edhe ato më të qeta. Vendose zemrën në vend të parë. Besoj asaj, edhe kur nuk je i sigurt për drejtimin, ajo do të tregojë rrugën. Mund t'i besosh vetes. Vazhdo përpara. Sepse ndryshimi që ke pritur është më afër se sa mendon. Dhe nëse, thellë brenda vetes, ndjen se ky mesazh është për ty, qëndro fort. Qëndro besnik ndaj vetes. Koha jote po vjen.